Familja shqiptare Zeqiri në lagjen Radishan të Shkupit ka përjetuar golgot të vërtet më 13 prill natën kur u shpallën rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni. Huligan Maqedonas, të cilët sipas familjarëve janë simpatizantë të VMRO-DPMN-s së kryeministrit Nikola Gruevski, gëzimin për fitoren e partisë së tyre kanë shprehur duke sulmuar shtëpinë e kësaj familje. Me këtë rast janë lënduar 3 anëtar të familjes, në mesin e cilëve edhe 80 vjeçaria Sherife Zeqiri. Kjo nuk është hera e parë që kjo familje sulmohet nga huliganët në këtë lagje të Shkupit të banuar me shumicë maqedonase. Policia ka dalë me sqarim se aty ka ndodhur aksident trafiku, mirëpo filmimet që i kanë bërë kamerat e vendosura në shtëpi përgënjeshtrojnë policinë. Ajo kanë një grup e madhe huligan pijanica narkomana që i njeh të shtetin. Ministra e Brendshme Gordana Jankullovska nuk dha përgjigje për tentativën për të fshehur të vërtetën e plot lidhur me incidentin në Radishan, për cilin thonin se erdhi si pasojë një aksidenti të trafikut. Incidenti rezultoi të jetë sulm klasik mbi një familje shqiptare, e cila tashmë disa herë është viktime torturës. Këtë e pranoi edhe Ministra e Brendshme Jankullovska, vetëm pasi kamerat private të familjes Zeqiri zbuluan çka në të vërtetë kishte ndodhur të dielën në mbrëmje. Për ne ky rast është i përfunduar. Ne kemi ngritur 6 padi, 5 janë kundra vajtës dhe 1 është penale në varësi të motiveve dhe gjithë rekonstruimit të ngjarjes. Sidoqoftë, kompetencat janë tek prokurori, i cili gjatë procedurës së mëtejshme mund të vërtetojë edhe motive të tjera. Antarët e familjes Zeqiri tregojnë se ky është sulmi 5 ndaj tyre në 10 vitet e fundit. Ata janë dëshpëruar nga mungesa e interesimit të institucioneve për t'i mbrojtur nga huliganët, prandaj tani kërkojnë ndihmë edhe nga shteti am. Në të kundërtën paralajmërojnë se do të shpërngulen dhe do të migrojnë në Shqipëri.